Unë nuk kom pas sfida shumë të mdhaja ndaj vetës, punës tem, për shkak se kom zgjedh me ju besu njerëzve që i kom pas afërt, dhe cilë jënë kryesisht burra që nuk kanë kriju një dëshpërim gjatë rrugtimit tyne në kompani. Tashmë janë që 20 vjetë që punojnë aty me mu gati 15 vjetë. Por, si shtash, dëshpërimi është që gratë inxhinjere nuk vinë me punu në kompanin që unë drejtoj. Pse ndodhë kjo? Po sepse është një pabarazi ndërmjet ndarjes ose mos balancimi ndarjes punëve të shtëpisë, profesorisha tha ma herët, kujdesit. Po, nana e preferojnë me punu në zyre ma shumë, ndërka që puna jonë është kryesisht tereni. Kryesisht në bikësyre e kanaleve të hapra, ndërtimore, impianteve të mëdhaja, fabrikave të mëdhaja. Më thonë, është një ballafaqim i parë me një forcë punëtore që në komplet burash. Edhe është një vetë cenzur, një vetë ndalesë, ma mirë po preferoj me rritë fëmijë, me punu në shtëpi eventualisht, me pas pozita inxhinerike zyrës. Vendi punës është preferuar të jetë më komod, themi. Më komod, sepse punët që i ka në shtëpi i atribuohen kryesisht vetëm gruas. Vetëm gruas, po. Edhe punët e terenit ndonjëherë kërkojnë që të punohet jashtë orarit. Në të shumë të neherave mund të tjenë të vështira, ditë ngarkume, se nuk është fush me lule kanali i hapën i kanalizimit, edhe është punë pak e vështirë, nuk është punë e lehtë. Si punë, unë jam shumë e bindën që bojnë me djenin matë madhe dhe jënë absolutisht inxhinierët të jashtëzakonshme. Po në momentin që kanë fëmijë, këtu fillon stagnimi, mos zhvillimi, sepse duhet kthehen në shpejt, kujdesen në raport me bashkëshortët e tyre që ndarja tani është a priori punë më të mëdha i takojnë gruas.